datët së zgjedhjeve, s'paku kështu e sheh lëvizja vetëvendosje, nuk dëshiron në asnjë formë me shku në zgjedhje në vjesht, mirë po dëshiron që në zgjedhje të shkoj në dhjetor, përkatësisht në fund dhjetorit, atëherë kur ajo pritë të merr më së shumti e vota. Sikur me të vërtetë lëvizja vetëvendosje do ta provonte të kundërtën, le të themi këtë shtyrje ta bëj deri në tetor, zgjedhjet na dërgojnë në nëntor, neve jemi të obliguar me kërku falje ose ta shty pas vitit të ri, mirë po me të vërtetë kjo është e gjitha është politike edhe është pak sociale, sepse sot situata politike në Republikën e Kosovës apo polarizimi i skajshëm politik ka kaluar të gjitha konturat e partive politike dhe është të shëndru, të mos themi që është shëndru në një polemik apo problem social. Tu e po edhe reagimet e qytetarëve, I pa me reagimet në kuvend, sidomos të mërgjimtarëve. Po saqërisht në kuvend, po edhe qytetarëve në jetën online, në rrjetet sociale, ne shohim një diferencim të skajshëm social mes qytetarëve të Republikës Kosovës që jetojmë në Kosovë dhe atyre që jetojnë në diaspore, po saqërisht çka është të merruse reagimet e tyre karshi oponentëve apo figurave politike që nuk i përfaqësojnë ata, neve... Kush po e ndjell këtë, zotëri Jakupe? Po e ndjell situata aktuale politike, përpjekjet e vazhdueshme për përcaktimin e fajtorit. Domethënë asnjë figurë politike, asnjë lider politik përjashton sot qëndrimin e zotit Abdi Gjiku, nuk ndërmerr veprime apo aksione për zgjidhjen e problemit, mirë po e gjithë situata tash 2 vite, neve në popull është bartë ajo se kush është fajtor. Jo kush duhet të merr përgjegjësi për themelimin. Fajtor është lëvizja vetëvendosje, ata thonë fajtori je ti, se unë jam këtu më shumë, këta thonë ju jeni fajtor. Domethënë e gjithë diskursi i diskutimit publik është bartë tek gjetja e fajtorit e jo gjetja e zgjidhjeve për zhbllokimin e institucioneve. Nuk du me mendu që ky diferencim social tani më nuk është politik, që nesër me i kushtu shumë institucioneve të vendit, popullit Kosovës dhe këtij zhvillimi